Projekti për ndërtimin e Muzeut Hebraik Shqiptar në qytetin e Vlorës është përballur me vonesa të konsiderueshme për shkak të problemeve serioze në strukturën bazë, ku parashikohet të ngrihet institucioni. Vështirësitë teknike me bazamentin dhe themelet e ndërtesës kanë detyruar ndërprerjen e punimeve për disa muaj, ndërsa aktualisht puna ka rifilluar me sfidash të reja. Sipas burimeve pranë projektit, godina e ish-klubit Labëria, e zgjedhur për t'u transformuar në muze, ka rezultuar me probleme të theksuara në bazament, duke mos garantuar qëndrueshmërinë e nevojshme për të mbajtur peshën e strukturave të reja, si dhe për ndërhyrje të planifikuara arkitektonike. Ekspertët kanë konstatuar se themelet ekzistuese nuk po përmbushin standardet për një ndërhyrje të tillë, çka ka bërë të domosdoshme rishikimin e projektit teknik dhe marrjen e masave shtesë për përforcimin e tyre. Problemet në infrastrukturë kanë sjellë pasoja dhe jashtë perimetrit të godinës, një pjesë e trotuarit pranë objektit është shembur, duke ngritur shqetësime për sigurinë e kalimtarëve dhe duke nxitur ndërhyrjet emergjente për stabilizimin e zonës. Punimet u ndërpren në vjeshtën e vitit të kaluar pikërisht për shkak të këtyre problematikave strukturore, pas një periudhe rivlerësimi teknik dhe hartimit të një plani të ri ndërhyrjeje. Puna ka rifilluar sërish me synimin për të garantuar që ndërtesa të përmbush standardet e sigurisë. Megjithatë, sfidat nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në godinën e ish-klubit Labëria. Gjatë punimeve, mësohet se janë konstatuar edhe dëmtime në muret e Muzeut Etnografik, i cili ndodhet pranë dhe prej muajsh është mbyllur për publikun. Dëmtimet dyshohen të kenë ardhur si pasojë e ndërhyrjeve ndërtimore dhe lëvizjeve në strukturën e tokës, duke shtuar shqetësimin për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në zonën historike të qytetit. Pavarësisht vonesave dhe problematikave të hasura, projekti i Muzeut Hebraik Shqiptar mbetet një ndër investimet më të rëndësishme në fushën e kulturës dhe ekoturizmit në Vlorë. I konceptuar si muzeu i parë i këtij lloji në Shqipëri, ai synon të shërbejë jo vetëm si hapësirë ekspozimi, por si një qendër moderne kulturore, e cila do të vendos standarde të reja në administrim, arkitekturë, kurim ekspozitash, si dhe edukim. Përmes tij synohet të rikthehet në vëmendje trashëgimia historike e hebrejve shqiptar dhe roli i veçantë që Shqipëria ka luajtur në mbrojtjen e tyre, veçanërisht gjatë periudhave të errta të historisë europiane, por punimet kanë mbetur ende në pjesën e pilotave që tregojnë vështirësitë që sjell ky projekt.